E pa dëgjuar. Shiheni tani jam me Tomi Kallajgjiun sa mbaroi emisioni, shish më thanë emision. Tani kjo është bluza Nike Tech që po qarkullon në internet, praktikisht një US është bërë sold out. Tuta që kishte veshur Maduro se e kapën me pijama. Me pijama dhe kjo është një e Nike-ut, Dhe e di çka ndodhe me këtë. Shpjegoja pak Tomi. Dhe praktikisht në Shqipëri në 7 ditë e fundit mund të afrohesh pak çosh grafikun. Në 7 ditë e fundit Shqipëria ka qenë vendi i parë edhe para Amerikës që ka pasur interesi më të madh për Nike Tech-un dhe praktikisht kjo tregon që shqiptarët janë njerëz të apasionuar. Për numër banorësh shqiptarët janë të parët në botë që kanë pas interes për të blerë tutën që ka vesh Maduro. O zot. Po me Maduro që duhet shqiptarëve, majtë e mirë vesh. Të dy të vetë Amerikanët, po shqiptarët zdo, mirë Amerikanët e këshim trofe Maduro. Duke që edhe influencerët e shty këto tuta të gjonat, edhe janë shumë të apasionuar pas tutave dhe kur doli Maduro ishte një mënyrë... Shqiptarët të parët në kërkimin për këtë tut që kishe vesh Maduro, shive. Shpënduri. Ne me Serbin, ne të parët Serbia e pesta.